S'kam partner. Je partner? Jo, po, për mu po ka qenë. Shumë shpëtim që t'jem një grua e fort dhe të menaxhoj porën time siç unë e dua dhe ku unë dua. Ju kisha thonë kur mos u dorëzoni. U dorëzut, ajo është edhe ma keq, po nuk u dorëzut dhe çdo sen e merrni vështirë, mos keni frikë se keni me ja dalë. Kogja i mirë. Po. Sa vite jeton atje? Që 34 vite? 34 vite. Po. Qysh kanë qenë 34 vite të mua atje? Balla, fillim shumë shtirë, tana dikura u mësova, tash po merr molli halo ma shumë. S'po moj me najt po shpesh. Për Kosova, po? Për Kosovën. Ato fillimet e para si ishin për ty, sa patet vështirë më inkuadru? Fillimet janë konë tepër të vështira se s'ka pas atëherë të telefona. Më morë vesh me familjarët, me nonën, me babën. Në vites jam këty heq. Në Kosovë, kur jam këty spori her mas lufte veç. Kur kom po të shkrumu me era shkrumi artë ke Kosovës. Diqysh, lëtë s'ko mujtë minale. Edhe sa të mkahat, kur ta kujtaj atë ditë, përbes. Në vite, mos me qenë me familja. Po. Si përballove të? E përballova. Pa duhet njeriu duhet çdo sfidë me kalue, tu mendu që vinë ditë ma të mira. Qashtu është me i kalu, qashtu dhe me i të rrita atje, u shkollu në krejt. Kështu që tashtë, po vi ma letë, ma shpesh. Ma shpesh? Po, obligime ma pak. Qysh ke ajo ndjenja për njerëz, për i parë, për ndryshime? Përbes e kisha djallin 6 vjeçor, e mura me qatë dhe erdha. Mas luftës edhe djallin nuk e kuptoj, kepse unë e qojsha, si zbrita për aeroplanit. Edhe ma vonë tani e ka kuptu, kur o bo edhe a i vjedeshëm se qka ka qenë ajo, plus edhe babin e kam humbën, më njëherë mas luftën prancë, ati më ka vdik, kur kom ardhen nuk më ka dollë për para babi, plus edhe atje një vajt madhe kam bon në shtëpit babës, het nonës. Kështu që ka qenë shumë vështirë, valla për mu. Flasësh për humbjen e prindve është e papërshkrueshme. Po, që ashtu është, po, jeta vazhdon prap, duhet prap me u pajtu me jetën, duhet se fëmijët kanë nevojë për... Përësime prindve. Po, kështu që prap është me morë vetën edhe me vazhdu jetën. Po këto biseda që atëherë nuk kanë qenë telefonat e menqur, si e kishit, qysh ja bojnit për telefon? Për besën, gjatë 2-3 muaj një herë flisë se në kojshi kam thirë, babi e mami nuk kanë posë. Telefon shpe, në kojshi, po i falenderoj shumë kojshit edhe çdo herë kur të vi, i falenderoj që kanë pranuar me shkuë me ja që telefonin mamit edhe babit. Motrës e krejt që ka kanë qenë. Ku kemi qenë para shumë vite, tash me telefonat menqur, me kamera. Tash kush shkon në gurbet, nuk i thuhet gurbet. I thuhet veç po shkon për qef, se po fol me prind, po fol me shoqëri, si po ullet me pi çaj edhe sikur mi po stafër me të çatë të pi çaj bashkë. Krejt e lehtë, nuk i thuhet kësaj gurbet për shembull, tash pse shkon punon dikush. Atje të rit për shembull, shkojnë punojnë 2-3 muaj ose ku e di unë, kthehen shpesh, atëherë s'kem guxue me u kthye pa i pas dokumentet e kompletume që moj me orë se ju e dini çka qenë situacioni me Serbin. Që ai ka qenë gurbet i zi? Ai ka qenë bashkë për mu sidomos gurbet i zi. Po. Ai kishe fshit që të ngjarit të jetës? Jo, kur nuk fshihet. Hala më kujtohet bobi im që më ka përcjell kur kemi hyrë në tren me shku në Prishtinë. Hala, ajo dora e tina tu ma bo deri ka humë veç treni, tu më përshëndet me dorë. Kur s'halot? Jo. Ashtë ndjen e ma përshkrueshme. Kuptohet unë e di që humë njerëz janë shumë, ndoshta dhe ato kujtimet të vinë.
Po, vinë ndonjëherë kur për shembull më pyesin fëmijët e foli me ta afërmit se qysh edhe ata mi bojnë këto pyetje, qysh ja ke dalë, po kom thonë njeriu më u dorëzu nuk ban kurrë. Çdo sfidë, çdo sakrificë duhet me u kalue dhe çdo sen me u bon hiç pa u dorëzu, se duhet. Duke e fortë dhe duke që e don jetën shumë. Po, e du jetën shumë. Sa mirë. Kush e don jetën e vetë edhe i do të tjerët. Pa edhe është vetë vetën s'mon s'ta dush kërkan. Kështu e kum përjetu vetë. Dashurit duket ma shumë po dhuroj ke, se s'kan dhuru njerëz. Ka dhuru ma shumë apo ki dhuru dashuri? Përbes, unë ju kum dhuru shumë dashuri. Sa ju kum dhuru dashuri, mos flasim për ndihma ato veç kanë qenë obligime familjarët gjithçysh kanë dashur shumë. Çdo herë kur vi më pritin shumë mirë. Ama si të them, unë e kum dhuru shumë. Shumë se te ke marrë dashuria. Po. Përbes. Po çka me bëj ashtu? Duhet secili njeri, secili duhet me dhuru dashuri, por kur të dhurojsh dashuri, s'ka fjalë që edhe merr dashuri. Kur dashuria ka rekimat për zemër ti thon tonë. Fëmijët. Për çmive? Fëmijët edhe familjarët këtu në Kosovë, me tregu drejtën, krejt, vëllezërit, motrat. Kushërinat. Partnerin? S'kam partner. Ke partner? Jo. Je keq, jeni dëvërtuar. Po s'ka problem, po. Ama do ama si ke humbur. Si e vjet mja? Ose ban me fol ma mirë, nuk kam qenë me fol për gjona private. Po. Ti sa vite jeni dëvërtuar? 18 vite. 18 vite. Si ja ke dalë? Krua zonja dukesh. Si ja ke dalë të mëdite vetë nanë, vetë rrimë. Ju thash që duhet me punu shumë për me i rrit fëmijët qysh dush vetë edhe mos me të metë rrugëve, po me marrë edukatën duhet me pos nivel. Unë jam kanë edhe në Kosovë kur kam qenë, unë edhe vllazërit, motrat i kom eduku shumë, i kom bo gati për shkollë, këso jo se fëmijët e mi ashtë gjithçysh vetë me tregu drejt, kom punu edhe kom punu edhe në shtëpi kom ndihmu çdo sen, çdo aspekt. Po këtë dimën, për fëmija është kujdesur ish partneri muaj? është kujdesur pasane? Ka i ka dëbuar? Këto gjona s'kam qef me i folë se nuk ban. Jo, po e kam për gamotistia që mos ke mundur mja dalë, kështu. Unë veç vetja kam dalë për çdo sen. Kush s'm ka ndihmu përveç shteti s'm ka ndihmu. Shteti në Gjermani s'm ka ndihmu shumë. Edhe kom punu, po shteti prap nga ndihmu shumë bile, se jo pak. Se atje nonat që janë me fëmijë vetë, që i rritin fëmijët vetë shumë jo ndihmojnë, deri të bonë fëmija, megjithëse unë kom punu, pak, po ata edhe ma shumë kanë ndihmu. Rastet e tilla, për ata që është ma mirë, jo gratë të divorcuar se kanë kënë mbështetje që shkojnë ju domethënë atje. Po, shumë. Atje ndihmojnë shumë, shteti ndihmon këto gratë, sidomos i ndihmon shumë, sepse ata kulturën e kanë asoj, plus edhe ligji është atje që gratë që janë të vetme munduar me i rritë fëmijët me çdo sen, që kanë mundësien, edukim, me financim, me krejt, por edhe pse e kom ditë që ndihmon shteti, unë prap s'kom nejt rahat, kom punu, s'kom mujt me nejt pa punë. Sa i grua zonja. Qashtu. Në rastet e tilla, nuk do të mos kujtova këtë kaluar. Rastet e tilla, a duhet? Domethënë, është rast, domethënë, divorci, shpotim. Shpotim. Si? Në lidhje nëse nuk shkon. Japi shfund. A është shpotim? Po, për mu po ka qenë. Shpëtim shumë. Shumë shpëtim që t'jem një grua e fort dhe të menaxhoj porën time siç unë e dua edhe ku unë dua. Kështu që ka qenë shpëtim për mu për ndryshe, unë sot nuk isha kjo që jam. Kjo është jeta. Po. Që ndonjëherë sjell në valë ku nuk e pret. Po. Si valë e detit është.
Po bash, valët e detit, njeri unë që e don jetën e hudhin dikun në breg. Nga kjo shkëputje, duket që ti e bo shumë e fort. Po, ashtu është. Kanë bo grua të fort. Po, unë për shembull tash për tash jam bo shumë ma e fort, sepse tash të veç fëmijët janë rrit, janë shkollu, kanë studiu, kanë punën atje në Stuttgart. Edhe me u martu, janë martu krejt. Kështu që tash të edhe me e fort jam se ata përveç se unë për shembull punoj, ata më ndihmojnë gjithçysh edhe në përpushime me shku veç, shko mami, veç mi rezervojnë biletat, shko knaq ose... Shkoni bashkë të njerë me ta? Po, vinë, po, si hove, ku marrë veç vetë. Ata, të regoj drejtën, ata shkuan tjetër kont. Tjetër kont ma largë, kështu që unë thash, jo, atje s'po vi, po vinë Kosovën të me... Ta me qenë Se s'mëj. Po me fëmijë toni? Po, me djalin mi atoj. Me djalin. Me djalin nusën. Edhe me nusën. Po. Sa e do nusën e djalit? Sa e do? Shumë e du valla, shumë është nuse e kulturume, ndershme, e respekt, kam shumë prej soj, edhe ajo ka tepër respekt për mu, më respekton shumë, tu e ditë që unë me të vërtet vetë ja kam dalë me rritë me djale, me dy vajza. Edhe, jo për ata, ka edhe nuse që nuk do me ditë për atë se qka do me pos djallin veç për vete edhe... Ama jo, nusën e kam shumë të mirë, nusën e kam të shkollume dhe ajo edhe punon, edhe djalli punon. Kanë ndonjëherë më prej shtëpisë, ndonjëherë atje në ku kanë vendin e punës, kështu që për respekt i falenderoj Zotin shumë që më ka qitë Zoti një nuse aq të kulturume, aq respekt, që ka respekt në çdo aspekt. Po do me përgrymë bisedën me një mesazh për gjitha gratë, sidomos ato që kanë kaluar këto faza të rënda të jetës. Çfarë ju kishe thonë? Ju kisha thonë kur mos u dorëzoni, se po u dorëzut, ajo është edhe ma keq, po nuk u dorëzut dhe çdo sen e merrni të vështirë, mos keni frikë se keni me ja dalë. Ashtu e tëra? Po. Unë kisha shumë kënaqësi nga një grua shumë modeste, ta zhvilloj këtë bisedë.